Padrues të basketbollit rikthehemi përsëri në palestrën 1 tetori. Pjesa e parë 35 me 35 për shini, çerekun e parë fitoi me 1 pikë përsi 20-19 Trepsha, në të dytën u kthye Bora. Bora kishte 7 plus maksimumin, 9-2 ajo seria. E më pas atyre 2 treshëve të realizuara nga Amzili dhe Jonesi, patëm e përsin më të lartë Trepqës prej plus 6, megjithatë në fund çdo gjë u nivelua, po e shihni edhe në kërcime të nivelua, në asistime dukshëm më mirë ka qarkulluar topin skuadra e Trepqës, 12 asistime, 5 treshe, megjithatë ajo ku ka dominu skuadra e Borës ishin shënimet në brendi të trapezit dhe gjuajtjet e lira për të niveluar çdo gjë. Në vërtet ajo që e përmenda dhe në fund të pjesë parë dhe që është për t'u lavdruar dhe përshëndetur është vendimi i trajnerit Zoran Karshelanit që të inkuadroj lojtarët e ri dhe këte e bëri ka startuar sonte me Genze Qirin dhe me Aron Ukajn, ndërsa me njëheri ka inkuadruar edhe Yll Planën dhe Orsi Kurtajn, i cili luajti 10 minuta dhe për këto 10 minuta pati 2 pikë dhe 2 topa të vjedhur. Genci Zeqiri pati 5 pika treshën, topin e vjedhur, pati edhe 2 asistime, me të vërtet lezet me i pa djelmoshat e ri dhe kjo është për të përshëndetur. Në anën tjetër, pra Kenny Hasbrook, veterani tek Trepqa, më efikasi pas pjesës parë. Trepqa do të fillon pjesën e dytë me Penin, Hasbrookun, Tmushicin, Jonesin dhe Amzilin. Lance Thomas më i miri me 12 pike 6 kërcime. Një rol interesant në pjesë e parë nga Karshelani në stil të playmakerit, 208 cm. Jules, Ukaj, Hunter edhe Genze Qiri. Faktikisht po e starton pjesën e dytë me peshën me cilin e startoj edhe lojën. Ndeshin trajneri Zoran Karshelani. Njerë është personale. Lojtari me numër 11, Mikael Tmushici. Hands off, thot Genze Qiri për mrekulli, depërton, mirë po e pren këtë tentim për alle i hup atje Sean Jonesi. Jones për mrekulli, mbrojtje e mire Lance Thomasit për Alex Hunterin, anën tjetër të Genze Qiri, i cili e sheh korridorin. E pren Sean Jonesi, e lën topin Lance Thomas. Shënim atje për 37 me 35, pikët e para për Borën në pjesën e dytë. Së bashku me ato 4 pikët tresht edhe këto një seri prej 6-0, mire mbyll atje Amzilin Lance Thomas. Amzil dhe Thomas, betejë e madhe atje në postën e ulët. Sa bukur e she. Dhe nuk ja qon huq këte asistim Thomasit, Shaquan Jules për 14 me 35. Një mini seri prej 5 pikëve, 5-0 në start. Edhe ato 4 në fund të qerekut të dytë, një seri prej 9-0 e Borës, e cila ka shtrëngu edhe mbrojtjen lirish mund të themi.
Amzili do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira sonte. 5 pikë të tij deri tash. Hera parë që është në vijën e gjuajtjeve të lira dhe realizon Mustafa Amzili, me vërtet e ka një efikasitet të lartë nga gjuajtjet e lira. 75% si vjet, 40 me 36. Të dytën e huq, Lance Thomas më i larti në kërcim është ky kërcimi i 7 i tij. Bukur atje Hunter për mrekulli për Genzeqirin, i cili nuk ja çon huq. 43 me 36, 2 tresher është Borës. Së pari në asistim të Tomasit Jules, e tani Hunteri për Genzeqirin, treshja e tij e dytë sonte. Fauli Aron Ukajt, 43 me 35, e tash kjo është e përsia më e lartë prej 8 pikëve e Borës. Shtat pikë e përsi, barazohet pra maksimumi edhe njëherë. Bukur lëvizje mashtruese të Mushiqit, tenton të përgjigjet, nuk arrin. Amzili lufton me Hunterin. Një seri prej 12 me 1. Përfshi po flas gjithnjë edhe ato 4 pikët në fund të pjesës së parë. Dhe tash 8 me 1. Shfaqe mire Borës, sa bukur, Hasbrook depërton e shpartallon mbrojtjen atje, krijon hapësin ekstra lojtarin e lirë në kënd dhe është Sean Jones ai cili me treshe përgjigjet në treshe. Thomas, i vetmuar Hunteri, bombardon, tani kemi bombardime për 3 pikë, 3 treshe rësht nga Bora për të rikthyer edhe një herë për herë të tretë sonte, maksimumin prej 7 pikëve. Topi vjedhur Hasbrookut, Hunter kundër sulmi shpejt për mrekulli, alley-oop nga Tomasi. Hunter Thomas për e përsin më të thellë prej 9 pikëve. Mrekullueshëm atje, edhe një huqe, tani Kurtaj. Gabon atje Kurtaj. Fauli Olsit, e ndalë në mënyrë të palejuar Johnson. Jetmir Zeqiri do të inkuadrohet në lojë, por rezikojnë pak Jetmir, e dim që e ka thy Molzen Nofull, në fakt, dhe po luan pa mask, po i pengon maska. Shaquan Jules ullet për të pushu 48 me 39, 11 pikë të Hunterit, i cili ka dhe 4 asistime dhe 3 kërcime. Tomasi 14 pikë, 7 kërcime, 4 asistime të Tomasit. Lojë fenomenale gigantit. Amzili e nxjerr topin jashtë, Mushiqi depërton, Thomas për pak nuk arrin, kërkon atje kontakt edhe pati, po mdokët Mushiqi megjithatë depërton deri në fund dhe realizon. Është kjo pika e 9 e Mikaeles, i cili ka dhe 4 asistime, 3 kërcime. Hunter për Jetmirin. Genci ishte i vetmuar. Aufa, ja vjedh topin si me magnet Mushiqi. Winning. Depërton atje, nuk realizon. Edhe njëherë, edhe një faul i mençur i Genzeqirit në fillim të ndeshjes, nuk e lejoj Amzilin që të shënon pikë. E kësaj radhe e pengon edhe Akili Winningun, i cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, dhe pse Winning i ka një efikasitet prej 77% nga gjuajtjet e lira si vjet në kampionat. Zakonisht është i qetë gjatë ekzekutimit të gjuajtjeve të lira si akull Akili Winning. Kësaj radhe jo, e huq të parën, po e shofim edhe lojtarët më të mirë të dyja skuadrave. Thomas, 14 pikë, 7 kërcime, 4 asistime, dhe Jones, 10 pikë, 5 kërcime. Edhe herën e dytë i huq të 2 gjuajtje të lira.
Tomasi për Hunterin, shpejt e Zeqiri. Mirë po Kurtaj për mrekullim me kërcim në sulm. Sulmiri për Borën, 48-41. Edhe 4 sekonda, Hunter depërton e kthente Tomasi. U po që nuk do të shënon, mirë po topi kthehet jetë mirë Zeqirit. Shkon të Hunteri, shprejt kthehet në mbrojtje Vining. Gen Zeqiri depërton deri në fund, e kthente Kurtaj, i cili tenton nuk realizon. Bashkëveprimi 2 të rinjve. Tmushiqi e sheh korridorin, depërton atje edhe një herë pranë Gen Zeqirit. Kërkojnë time out. Trajneri Karqellani, 48-43. E ndërpren këtë seri prej 0-4 të Trepçës. Një shfaqje e mirë e Borës, e cila thash sonte po luan pa dy lojtar të rëndësishëm. Lojtarin më efikas të skuadrës, Tyler Qizin, që ka një mesatare prej 16 pikëve, ashtu dhe 4 kërcime, 3 asistime. Dhe Amin Hotin, i cili ka mesatare për 12 pikëve, 4 kërcimeve, 4 asistimeve. Pra, nuk është pak. Me të mungu 28 pikë, 8 kërcime e 7 asistime në lojë. Anën tjetër, për mrekulli, këtë zbrastir po e mbulon tandemi Thomas dhe Hunter, 14 pikë e 8 kërcime dhe 4 asistime, plus edhe 2 topa të vjedhur i ka Lance Tomasi. Hunteri 11 pikë dhe 2 katërshe të kërcimeve asistimeve, dhe sonte i shkëlqyeshëm është Gen Zeqiri i ri, 8 pikë, 2 kërcime, 2 asistime dhe 1 top i vjedhur. Po e arsyeton besimin e dhënë nga trajneri Zoran Karqellani. Në tjetër të Trepça, 2 lojtarët me pikë, 2 shifrore janë Mikaele Tmushiqi, 11 pikë, 4 asistime, dhe Sean Jones, 10 pikë, 5 kërcime. Jules, pick and roll me Kurtajn, ishte i vetmuar, u vonua Jules me ja pasu topin me a kthy. Jules dhe Tmushiqi, mbrojtje e mire Tmushiqit, gabim në hapa Shakuan Julesit. Shumë i fuqishëm është Mikaele në mbrojtje, është granit. Vështirë është me u kalu. Ja shikoni, Shakuan Jules është me të vërtet tepër i fuqishëm, 202 cm. Or nuk dorëzohet ministri i mbrojtjes. Tmushiqi, sa bukur atje, bashkëpunim, asistimi Amzilit për Dardan Kapitin. Është kjo asistimi 4 Mustafa Amzilit. 6 pikë, 4 kërcime, dhe pikët e para nga loja për Kapitin, 3 pikë të tij, për të afruar rezultatin në 48-45, vazhdon seria 0-6 të Trepçës. Hunter i shmangët atje bloku të Amzilit, megjithatë kundër sulmi shpejt Mustafa Amzili, fauli Ukajt e prek atje. Katër personale, Ron Ukajt, 3 ka Olsi, Kurtaj, shumë i sigurt edhe Olsi. Gen Zeqiri do të rikthehet në lojë, edhe ky i ka 3 personale, Aron Ukajt 3, Gen Zeqiri 3. Në fakt, më falni, Aron Ukajt ka 4 dhe Kurtaj 3. 48-46, afrohet rezultati në vetëm 2 nga maksimumi prej 9 pikëve, pra pas rezultatit 48. Me 39 kemi një seri të Trepçës për 7-0.
Winning dhe Hunter. Amzili tërhiqet atje, bloki dy fysh nga Amzili dhe Kapiti për Winningun i cili e huq kundër sulmi shpejt. Zeqiri për mrekulli para Amzilit si ekspres atje për 50-46. Aksion i bukur kundër sulmi bukur i Borës. Shpejt e kthen topin Hasbrook dhe kthehet në pozit, por nuk ja kthen topin prapa Winning. Ja se si bëhet kjo punë. Mirë po, Winning nuk realizon më i lartin në kërcim. Zeqiri, dy Zeqirët, jetë mirë dhe Genci. Do të rishikohet si pas gjitha gjasave koha. Njëzet sekonda duhet të kthehet ora e sulmit, koha e sulmit fakt. 2:48 deri në fund të çerekut të tretë edhe 20 sekonda për sulmin e Borës. Hunter për Zeqirin, nuk e pason atje. 5 sekonda, shumë palidhje nga Aleksanteri. E pati atje jetë mirë Zeqirin, e lirë zip se nuk e pasoj. Në vrikozit të dhe drejtori sportiv Besim Bra dhe ka të drejt. E komplikoj palidhe dhe e humbi topin. Winning për Hunter, sa bukur. Hasbrook nga pozita prej nga ai bombardon dhe rezultatin e rikthen në 48-49. Vazhdon seria 10-0 dhe për herë të 10 jubilare edhe rezultati ndronon. Sonte, 10 barazime dhe 10 ndrime rezultati. Hasbrook edhe një herë e vjedh këte top ik shpejt për Amzilin, i cili e përcel atje te Winningu. Në vend është Zeqiri. Gabon atje në udhëheqje dhe shkakton edhe faul. Në vërtet dekoncentrim tani lojtarëve të Borës. Do të largohet nga loja Alex Hunter. Do të rikthehet Olsi Kurtaj. Në vijnë e gjuajtjeve të lira. Realizon herën e parë, 50-50. Akili Winning është kjo pika e 4 e ti. Dy gjuajtjet e para të lira ju kujtot në pjesën e parë. I kishte huqur kësa radhe të dy ati qëllon për 50-51. Winning. Hasbrook do të largohet nga loja. Payne rikthehet në lojë. Po e ruan freskin e lojtarve. Trajneri Beqiragiqi. Bukur atje Lance Thomas, mirë, po Jules atje nuk arrin që t'i shmangët. Mbrojtje fenomenale Dardan Kapitit në mbrojtje. Mushiqi depërton për mrekullit e Dardan Kapiti, cili mbi Kurtajn realizon tani 50-53. Kemi një seri prej 14-2 të Trepqës. Thomas në stil të playmakerit, mismatch atje mbit Mushiqin, pa kur far problemi, realizon dhe e afron në
1 pik. Pick and roll. Amzili shkon në pozitën e postit të ult. Kemi një mismatch atje, vjen Genzeqiri me ndihmu. Olsi Kurtajt. E përshëndet Karqellani për mbrojtjen e mirë. Olsi Kurtajt, lëvizjen edhe Genzeqirin, lëvizjet e tyre të mira në mbrojtje. Amzili largohet, në loj rikthehet Drilon Hajrizi. Nuk ka pas shumë nevoj për Drilonin sonte Adis Beqiragishi. Dhe Trepqa më efikasi deri tash Kenny Hasbrook, 12 pik, 4 kërcime, 2 asistime, 2 topa të vjedhën. 11 pik të Mushiqi, ka 5 asistime, 5 kërcime, dhe Sean Jones, 10 pike, 5 kërcime, dhe një top i vjedhur kundër sulmi shpejt atje. Zeqiri e ndalë mirë, mbrojtje e mirë e Zeqirit me 2 lojtar atje, Penin dhe të Mushiqin. Kapiti me Shaquan Gjulsin për mrekulli, rollingi Dardanit me Horog atje, realizon për 52-55, pika e 7 e Dardanit. Kemi në sekundat e fundit Thomas, 2 fishohet, e shpëton këtë top Shaquan Gjuls. Take your time, i thot Karqellani Genzeqirit. I jashtëzakonshëm është Genzeqiri i ri. Në stil të ndjerit babait të tij, Ariza Genzeqirit. Edhe ai ka ditë kështu të lanson nga 10 metra dhe të realizon treshe, 55-55. Edhe njëherë në gjirim të përsëritur nga 10 metra, e lanson dhe të vendi e dërgon për mrekulli Genzeqiri, 11 pik të tij, 3 treshe nga 6 tentime. 11 pik të Gencit, i cili ka dhe 2 kërcime, 2 asistime dhe 2 topa të vjedhur. Një lojë shkëlqyeshme, definitivisht e ka arsyetuar besimin e trajnerit Zoran Karqellanit. Me 16 pike, 9 kërcime, në prag të double-doublit Lance Thomas, i cili ka dhe 4 asistime. Alex Hunter, 11 pik, dhe 4 asistime, por i ka humbur 5 topa. Dhe Genci, lojtari tret të Bora me 11 pik të realizuara, në anën tjetër të Trepqa, po ashtu 3 lojtar me pik 2 shifrore, Kenny Hasbrook, 12 pik, 11 i ka Mikaile, i cili ka dhe 6 asistime. Mbrojtje fenomenale Mikailes, i cili ka dhe 3 topa të vjedhur, dhe Sean Jonesi me 10 pike 5 kërcime. Natyrisht mos të harrojmë edhe Dardanin, i cili luajti mirë, ja po e shohim, edhe Kyçerek i niveluar 20-20. Dhe mbetet edhe Qereku vendimtar, definitivisht adhurës të basketbollit. Mund të konstatojmë se Trepqa është finalistja e parë. Vështirë se Bora mund të anulloj minusin prej 23 pikve në këto 10 minutat e mbetura. Dhe për herë të pestërësht nga edicioni 2022 i kupës, Trepqa është në finale. 4 kupat fituara, 100% efikasitet i Trepqës në finale në këto 4 edicionet e fundit. 2022-ën e mposhti Bashkimin në Pej me rezultat 76-62 në edicionin 2022, i cili u quajt Kupa e Kosovës Agim Luka, për nder të ndjerit Agim Lukës, themeluesit të klubit basketbollistik Peja dhe kontribuesit të jashtëzakonshëm të basketbollit të pavarur kosovar. Pastaj Trepqa mposhti Sigal Prishtina në 2 edicione në finalet në Ravece Gjakov, dhe vitin e kaluar Trepqa mposhti Bashkimin në Prishtinë 4 herë.
Bashkimi dhe Sigal Prishtina dhe Bashkimi faktikisht për mrekulli atje Depërtën kërkojnë faul atje ndaj Shekuan Gjullësit i cili realizon për 57 me 55 e fillon çereku në vendimtar të fundit me 2 pikët e para për Gjullësin. Ishte kjo pika e 9. Pra thash, Bashkimi në poshtë i Sigal Prishtinën me rezultat 83-67, 16 pikë dallim. Do të jetë një ndeshje interesante sonte, edhe pse Bashkimi është favorit edhe me përbërjen edhe me formën të cilën e ka. Por mbetet të shihet, ajo ndeshje do të zhvillohet në po këtë arenë nga ora 20. Po ashtu kjo ndeshje do të transmetohet në Sport 1, në Art Motion dhe gjitha platforma tjera. Bukur atje Kapiti. Fauli Lens Tomasit, edhe pse ankohen gabim në hapa të Dardanit, s'patëm faj. Po. E bëri paraprakisht, gaboj në hapa. Ka të drejtë këtu Besim Braha që po ankohet. Si do qoftë. Gjullës largohet Kurtaj Genzeqiri. Në loj, Ukaj po ashtu, pati një shqetësim të vogël Ron Ukaj. Driloni, pranë tij është Jetmir Zeqiri. Kemi një mismatch tani atje Hunter dhe Hajrizi. Do ta shfrytëzon këtë Driloni për të depërtuar derën në fund me shpinë mbi Hunterin. Kërkon atje dhe faul Driloni, pati kontakt 57 me 57. Hunteri jo nalt po poshtë me këmbë, sidoqoftë barazot rezultati 57 me 57. Hunter u fut në brendi, Zeqiri nuk e shfrytëzoi këtë Hunteri, shumë po e ngulfat lojën sonte Alex Hunter. Fauli i Drilonit. Pra lirish mund të themi, edhe njerë po e përsëris, Trepqa për herë të 5 resht në finalin e Kupës së Kosovës, 4 herë resht e ka fitu këtë trofe dhe synon të 5-tin, ndërsa mbetet të shihet kush do t'i bashkohet, Bashkimi apo Sigal Prishtina, të cilët pas kësaj ndeshje do të përballen këtu në 1 tetori. Bashkimi në poshtë i Prishtinën me rezultat 83-67, 16 pikë dallim nëse ai suroi javën e kaluar. Pra, të dyja finalistit e kanë bërë një hap të madh drejt finales. Trepqa lirish mund të themi se është në finale, ndërsa Bashkimi e pret një betejë e rëndësishme sonte me Sigal Prishtinën. Është favorit Bashkimi, por si do të ndodhë mbetet të shihet. Nëse eventualisht kualifikohen këto dy skuadrat, atëherë për Trepqën dhe Bashkimin do të jetë kjo përballja e 2-3 pas edicionit të kaluar dhe për herë të tretë në 5 edicionet e fundit, pasi Mitrovicasi dhe Prizrenasi të ndeshën edhe në finalin e 2022-s. 57 me 60. Treshe e Akili Viningut, lëvizje bukur mashtruese, e ti tërhiqet prapa, Vining lancon dhe shënon treshën e tij të dytë. Për e përsin 57 me 60. Është kjo treshja e dytë e Akili Viningut nga 8 tentime. Një loj, një shfaqe e mirë e Borës sonte, pra tash skuadra simpatike e basketbollit kosovar vitet e fundit, si vjet pas startit të dopët me 6 humbje, e ndroi trajnerin Ljubomir Minçevin, ish trajnerin e Trepqës dhe selektorin e Bullgarisë, dhe e angazhoi Zoran Kashqellanin, i cili në 11 ndeshje pati 9 fitore, vetëm 2 disfate dhe nga pozita e fundit unë gjitë në pozitën e 4, por në 10 ditët e fundit i ka psu 3 humbje, fillimisht në kampionat me një shkurt në Shaninushi,
unë poshtë nga vllaznimi. Pati një seri për 6 fitoreve rresht, vllaznimi ja ndërpreu atë seri, mirë po pas asaj disvate, u ndesh edhe 2 herë rresht me Trepçën, një herë në minatori të mërkurën e kaluar në kuadër të gjysmëfinales së parë, e më pas edhe të shtunën këtu në 1 tetor në kuadër të kampionatit. Kjo sonte faktikisht është përballja e tretë brenda 7 ditëve mes këtyre 2 skuadrave. Aktualisht Bora e 4-ta me 9 fitore e 10 humbje, kërkon që topi të lëviz më shpejt trajneri Kashellan Gjuls për Genzeqirin, i cili tenton kësaj radhe nuk realizon, por Orsi Kurtaj është në vend i sigurt e përcjell atje Hunter. Edhe 5 sekonda Hunteri shumë po e komplikon. Sonte me të vërtet është duke ngulfatur lojën e Borës, kundër sulmi shpejt Driloni për Viningun, i cili dalet në mënyrë të palejuar nga Orsi Kurtaj. Lance Thomas do të rikthehet në lojë më i miri të Bora sonte me double-double, 16 pike, 10 kërcime, i ka dhe 5 asistime. Tomasi si playmaker ka luajtur sonte giganti, i gjithanshëm. Nga 11 pike i kanë Genzeqiri dhe Aleksandr. Genci 3 treshe. Drilon Hajrizi bukur për kapitin. Foul, ndalet në mënyrë të palijuar nga Thomas. E pranon atje personalja e tretë e Tomasit, edhe 6 minuta 25 sekonda deri në fund të duelit. Bora Trepça, 3 pike përsi për mysafirët në vijën e gjuajtjeve të lira. Dardani vazhdon në mos efikasiteti Dardanit nga vija e gjuajtjeve të lira, 3-1 nga penalet. 4-1. Mirë po, Driloni është shpëton e pat edhe vetë. Dhe e bën atë që e bën gjithmonë. Pas treshës së Viningut, Drilon Hajrizi, 2 treshe rresht, bombardon atje për pikën e tij të 6. Pas 3 tentimeve të huqura, në të 4-tën e dërgon treshën të vendi Drilon Hajrizi. Jetmir Zeqiri do të rikthehet në lojë. Do të kemi rishikimin e situatës. Pas rishikimit, pra është treshe e Drilon Hajrizit, 57 me 63, 6 pike përsi për Trepçën, kur kanë betur dhe 6 minuta 12 sekonda loj. Për herë të dytë është e përsia për 6 pikëve maksimale Trepçës në këtë duel, 9 pikë plus ishte për Borën maksimumi. Lance Thomas vazhdo në stilin e playmakerit e shatje Zeqirin. Edhe 9 sekonda, kërkon deri në fund. Dardani atje lufton, sa bukur i shmangët, për mrekulli, për birohët dhe asistan për e përsin më të lartë prej 8 pikëve, 57 me 65, asistimi bukur, bashkëpunimi bukur i 7 lardëve të Trepçës dhe përfaqësuesës së Kosovës. Mbrojtje e mire Dardan Kapitit, Vining depërton për Hasbrukun, i cili treshën e lanson nuk e qëllon.
Hunter më i larti në kërcim, kundër sulmi shpejt. E komplikon atje jetë Mirzeqiri. Situatën 4-2, e huq, në anën tjetër dënimi vjen nga Akili Winning për 57-67. 10 pike përsia më e lartë. Pra, kemi një seri prej 12 të Trepçës pas atij shënimit në fillim të çerekut të 4, pra për plot 5 minuta 10 sekonda lojë, vetëm 2 pikë të realizuara të Borës. 7 tentime nga loja i kanë huqur lojtarët e Borës pas atij shënimit të Shakuan Gjullësit në atë asistimin e bukur të Tomasit. Faktikisht e kemi një seri për 12-0 pas atij shënimi të Gjullësit. Kurtaj tenton të përgjigjet me treshën, nuk ka rinë. Driloni vazhdon coast to coast, ndalët atje, shpejt lëviz Burim Zekiqi, pak minuta dhe për burimin. Payne për Drilonin, i cili tenton dhe realizon treshën e 3-3, 57-70. Seri prej 15-0, edhe njerë, po i rikujtoj, kishin mbetur edhe 9 minuta e 30 sekonda loj, kur kishte shënuar Shakuan Gjullës për 57-55. Në këto 5 minuta e 12 sekonda, Trepça realizoi një seri prej 15-0, 8-0 është nga loja skuadra e Borës. Ra në koncentrim e shtrëngojnë mbrojtjen, pak një mbrojtje më agresive e Trepçës, e në anën tjetër definitivisht edhe këto 3-3 piksha, serin të cilën e filloi Akili Winning në atë treshën bukur kur e bëri një hap prapa dhe realizoi, e pas ti erdhi dhe Drilon Hajrizi me treshe para se të realizonte atë 2 pikshin në asistimin e bukur të kapitit. Edhe Winning deportoi, e në fund Drilon Hajrizi me 3 pikshin e tij të dytë është e ngritje përsin në maksimumin prej 13 pikve, kur kanë betur edhe 4-15 deri në fund Hunter edhe Payne. Zeqiri, tentimi Gencit, kësaj radhe e huq. Hunter, përshini 11 pik, 4 kërcime, 4 asistime, ka plotësuar bonusin. Alex Fanteri, megjithatë përveç 4 asistimeve, ka humbur edhe shumë topa sonte. 6 topa të humbur nga 18 të Borës, 1/3 e topave të Borës e ka humbur Hunter sonte, ka ngulfat lojën e Borës definitivisht. Gjakuri Payne deporton mbrojtje mirë Zeqirit, i cili pengon Amzili atje me Shakuan Gjullësin, luftojnë dhe Gjullës shkakton personale ndaj Amzilit, reprezentuesit të Finlandës. Yll plana kthehet në loj, ja këtu Zoran Karqellani i spjegon, ja jep këshillat Gen Zeqirit, është i kënaqur. Ja lemon në kokë dhe e përzon për lojën të cilën e ka bo me vërtet sonte. Një shfaqje e bukur e Gen Zeqirit, 11 pik dhe 3 dyshe, 2 kërcime, 2 asistime, 2 topa të vjedhur nga Iriu. 21 vjeçari Gen Zeqiri, e humb këtë top Aron Ukaj. 14 pik. Dallim 57-71, vazhdon seria 0-16 e Trepçës, pra
Pas 57 me 55. Edhe më tutje, gati 6 minuta, nuk ka shënim të pikëve, tentim për alley-oop me Akili Viningu, nuk shkëput lartë, do të jenë 2 gjuajtje të lira. O 10-0 janë nga loja, lojtarët e Borës, pra në këto 6 minuta e 13 sekundat e fundit. Vazhdon seria prej 16-0, Vining në vijnë e gjuajtjeve të lira. Realizon për 57 me 72. 17-0 seri. E huq, Amzil lufton dhe Amzili e kap këtë top. Drilon Hajrizi me Tomasin. Për mrekulli atje, Driloni me 2-7 lartë, 2 kullat e Borës me përvojën e ti. Ja, edhe njëherë rolling fenomenal i Drilonit pran Tomasit në stilin e ti. Kjo është loja Drilonit. Kapiteni Anes Gashi inkuadrohet në loj, largohet Akili Vining. Edhe Thomas tani ja lë vendin Halim Lebovcit të ri, 17 vjeçarit. Largohen Thomas dhe Jules, nuk ka më nevoj Kashqelani për ta. Driloni realizon për 57 me 75, shifra të kthyer mbrapsht. 20-0 seri e Trepqës, pra në këto gati 7 minuta loj. Asnjë pikë realizuar nga Bora dhe vazhdon kuqja e 11 e Borës, e merr këtë top Jetmiri për Hunterin. Jetmiri a do ta ndërprej dhe mbrojtje e mirë e Drilon Hajrizit. Jetmiri e dërgon topin e prek jashtë, e tani do të kemi pak minuta dhe për Venis Halitin. Ja loshin 7 lartin e ri Mitrovicasin. Venis Halitin. Edhe Trepqa tani me 4 vendor. Payne, i vetmi Amerikan në parket, Zekici. Natyrisht Zekici e ka përvojën për Venisin, i cili depërton, dalet në mënyrë të palejuar, do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Personalja e 5 e Olsi Kurtajt. Kthehet në lojë Hunter. Dy të rinjët, 2 vendorët, Ron Ukaj dhe Olsi Kurtaj janë larguar për shkak të 5 personaleve. Detyrohet që ta inkuadroj Alex Hunterin, trajneri Kashqelani. Genzeqiri përballë ka kapitenin Anes Gashin. Pick and roll Jetmir Zeqiri, 2 Zeqirët, njëri për tjetrin, Driloni dhe Genci, i cili i krijon vetës hapësinë. Topi hyn e del mirë, po i kthehet Genzeqirit, lufton atje për Jetmirin. Megjithatë Lebovci e kap këtë top, tenton, nuk realizon. 57 me 76. 21-0 vazhdon seria e Trepqës. E faktikisht që 8 minuta në këtë çerek Bora
nuk ka realizuar asnjë pikë të vetme, 21-2 është rezultati në çerrekun e 4. Zeqiri, bukur atje tandemi dy zeqirve, Genci ri për Jetmirin, i cili pas plot 9 minuta e 15 sekundave realizon pikët e para për 59-76. Driloni për burimin. Tentimi Drilonit nga distanca për 3. Dhe Venis Haliti kërcim në sulm dhe realizon për 59-78. Faulli Drilonit ndaj Hanterit. Tani ka plotësu bonusin edhe Trepça. Pra adhurues të basketbollit, 53 sekonda e 50 deri në fund të kësaj ndeshje. Trepça është në finalen e 5-3, ku do të pret Sigal Prishtinën apo Bashkimin. Bashkimin i cili ka 16 pikë plus ndaj prishtinasve. Ndeshje kjo e cila do të zhvillohet pas kësaj në Pokte Aren nga ora 20:30, por ka ndryshuar termin kjo ndeshje, jo nga ora 20, ta përmirësoj. Pra Sigal Prishtina Bashkimi nga ora 20:30 këtu nga 1 tetori, po ashtu në Art Motion, në Sport 1 dhe gjitha platforma tjera. Me ju do të jetë kolegu im Andi Lozha dhe do të shohim nëse Prishtina do të rikthehet në finalet të Kupës së Kosovës pas vitit 2024. Shumë vështirë sepse Bashkimi e ka skuadrën, mas pari ka plus 16 pikë, e ka skuadrën, është në formë dukshëm më të mirë se sa Prishtinasit, plus sonte paraqitet edhe ish qendra e jashtëzakonshme Prishtinasve, Gjashën Zakori, i cili vjen nga Izraeli tek skuadra e Bashkimit, e cila e ka dhe fluturuesin Kenny Wootenin, i cili na kënaqin atë ndeshjen kundër Golden Eagle Lyllit me ato fluturimet e tij. Edhe këtu çdo gjë merr fund. Trepça është në finalin e 5-3. Së shpejti vim me intervistat e dy trajnerëve.